në dos. E disim djem, më mungon një palë kështu hups të mëdhaja, edhe një çmçakiz, edhe të thoja ju Argjine, t'ju marrë gjyna e punë sonte me këtë shajnë. A kemi nisur? Kemi nisur, po, tutore, po. Se mendova që ishim kështu s'kishim nisur akoma. Njëherë divani, njëherë tutore, jeta ime shpjo surpriza në këtë emision. Se mendova që ishim off cameras, por mirë se erdhët në episodin e 9 sot. Kujdes, Blerta. Që ka 9? Mos e këtu mu këtu. Nuk jetë çun. Po t'ishe çun, nuk do ta thoja, po si e çun. Okej, mirë. Okej. Blerta, të parë sa foto couple goals në aroma. Çu bëndi. Angelisht atë thamë në fund. Pas komente që Blerta bëjtë foto Benardit atë emojin, rrjeti ne organizojmë baby showerin, jemi shumë të ekzaltuar. Mos ma manifestoni kaq shumë se nuk jam gati, por për informacionin, për kuriozitetin tënd dhe të gjithëve atyre që më kanë pyetur dhe komentonin poshtë fotos Blerta kur të kthehet nga Roma do jetë shtatzën. Nuk kishim fuqi sepse bëm 26.000 hapa në ditë, zemra ishte pa. Në moment thash nuk kishim fuqi sepse bëm 26.000, thash merr një rekordin Guinness. Jo, nuk kishim fuqi sepse 26.000 hapa ti kur shkon në shtëpi. Nuk ka birë nëne të çoj ti të shkosh deri në atë pikë, kështu që Blerta, unë lexova një artikull që kishte nxjerr Vogue që thonë të kesh një të dashur është e turpshme. Që ta dish, domethënë. Që ta dish që nuk kemi ne problemi e ti në këtë mes. Turp. Që ikën të dashurin tënd dhe knaqesh dhe puthesh në për rob. Të vizor. Brësë pistakiot. Në fakt ajo të buka. Unë i haj me çokoladë. Por çfarë është ky artikull, është i vërtet? Po kishte thënë që tani, domethënë, femrat janë shumë në empowerment, aurën, edhe të pavarura, saqë it's becoming është duke u bërë kështu embarrassment e turpshme që të kesh të dashur. Do të sikur të një mes ta prishin ne karrierën tonë. Dhe në fotot që postojnë e bëjnë mashkullin më pak visible. Postojnë ndonjë dorë, ndonjë hije, ndonjë këmbë, ndaj majhune, varet sa qefi ke. Kam përshtypjen që Vogue kur ka bërë këtë artikullin ka marrë në konsiderat dhe emisionin tonë, sepse praktikisht në këtë bëjmë. Ato kanë parë Jessin. Ne këtë bëjmë. E kanë parë Jessin, kanë thënë gjithë ajo yll meriton të jetë në Vogue, kanë thënë, kështu që po nxjerrim këtë artikull që ajo mos mërzitet. Po praktikisht po ta mendosh thell, ajo çfarë bëjmë ne te pa manuali, është që ju themi gocave që duhet të jenë single të rjetën sepse meshkujt e shkurtër s'bëjnë, të gjatët s'bëjnë, ata që janë me punë s'bëjnë, ata që janë pa punë s'bëjnë, ata që janë të mirë s'bëjnë. Ja kështu do bëhet. Praktikisht jemi ne lesbike, ha? Ndërsa unë, me që më kujtove këtë artikullin, lexova një artikull. Pasi lexo shumë këtë javë. Jo, unë lexova kur u ktheva. Pas një botë madhe. Dalim këtë. Çfarë ke boti? Burrat që tradhtojnë janë të sëmur me dorë, thoshte një artikull. Jam shumë dakord. Po të sëmur, po kështu keq fare. Po është pak problem kjo se pesa nuk ka vend për të gjithë, kështu që xha janë lëshuar. Ti kemi vërdall. Mendoj që më duket se ka dhe një spital shumë të bukur psikiatrik në Vlorë. Është portokallet, është pas quajtur ajo, po syhet. Vërtet? Portokallet. Portokallet. Kapin portokallet. Kapin portokallet me plumba ta. Mbaj mend që kur ishim pak më të vegjël, i thonim njëri tjetrit ndonjë kur donim të shaheshim, më thonë ti je për të portokallet në Vlorë, kështu nuk e di nëse është kjo gjëja. Gjithsesi ky studimi pesa kam arritur të portokallet që nuk e di është nivel më i lartë. Ju lutem më korrigjoni kur ta dëgjoni këtë, a është e vërtetë apo jo? Unë kam nxjerr ca surpriza, sepse kemi bërë ne bëm ask në Instagram, çfarë mund të thuash në seks dhe në varrim. Dhe unë i kam koleksionuar për ju pjesët më fani. Kjo është pjesa ku ti do shkëlqesh Meglie. Unë këtu jam vetëm për të qeshur. Unë do them, çfarë do thuash në seks dhe në varrim, bëu i fort. Ke nevojë. Duhet të jesh i fort. Jo, çdo gjë duhet të jetë fort. Duhet të jetë vetëm të jesh njëri i fort. Po, e kuptoj. Se doli shumë keq. Ishte më e shpejtë se çeprisja. Për cilën pjesë të varrimit? Vdekja, Blerta. Vdekja? Një dëshmorëve. Duroj dot dhimbje. Nuk duron dot dhimbje, as në varrim as në seks.
tipi. Edhe kjo thuhet? Po së thuat ma Tani mua më duk shumë fani. Ti po qanë në varrim dhe thua, boll doktor Sa të roj do ta kujtoj. Atë që më di. Super varrim. Shkreti kësi ngrihet. Si ngrihet apo s'ngrihet më? Ngrihet po se as ti ngrihet. Në varrim xa. Sa i ftohtë. What the fuck? Kujt i ka shkuar mendja te këto? Na shkatroj të gjithëve. Hape dhe njerë. Hape dhe njerë, dua ta shoh për herë të parë. Kjo është më e bukur nga të gjitha. Gjesi, po bëje pak. Si bëhet kjo? Sa keqe kishte të shkurtër. Jetën në klap. Do e mbaj mend gjatë. Nuk isha gati për këtë fund. Okej. Nuk e prisja kaq të madh. Varrim e madh. Edhe lot. Edhe lotët janë normale, nuk është nevojë të mbash. Bo, sa i zbet. Jo, ishte pak suka. Këtë nuk e kuptoj dhe e mora që ta lexojmë bashk. U desh pak shty. Kuptova. Kësë kisha lexu me zot lart. U desh pak shtytje për ta futur. Wow. Larg i vol. Duhet. Pak. Prit. E kam edhe një që e kam the notes. Sa zjat? Varrim. Në këtë pikë të dyja. Po, nuk është zakonisht varrimi nuk është 30 sekonda. Po varet se mund ta djegësh. Kë mund djegësh? Ç'ke që rënkon? Po qaj nga dhimbja. Që këtë mund ta thuash në seks. Në varrim se thot të rënkon në seks edhe Po thua. këto që qajnë që kështu, nejse. Inshallah me kaq. Megjithatë, nga tema e fundit që ne na shplan. Jo, absolutisht. Gjesi? Absolutisht nuk na shplau njëri, ne na përkëdhelën. Me shumë dashuri, siç di gjithmonë. Po si ka mundsi, ma fal. Po pra na të komente me foto. Nëse ju urrej gjithë që keni bërë komente me Dhe po foto. thoja. Të them një gjë, e keni vënë re të gjëta që shanja shumë shpifur. Kaq kisha, ja realisht shumë shpifur. Ore në nashkuti ajo goca tha, ky çuni që kanë dhënë në foto është pedofil, kështu që Një nga tatullacët që nxora unë në story. Dhe po thoja, ne ajo tema kishim folur për më kujtoni pak çunat e mirë, po folëm për çunat e mirë dhe tek asku i asaj teme shumë goca ishin ankuar për motrën e partnerit të tyre dhe ne tham, Sisters in the jar. sisters in the jar. Më duk fela par Sisters. Do me thënë, ndryshova. ka shumë vajza që janë në marrëdhënie qoftë afat shkurtra, qoftë marrëdhënie të gjata, që përveç se ankohen për mamat e partnerëve, por ajo është një temë tjetër, ankohen dhe për motrat e tyre dhe për marrëdhënien që kanë me Po, motrat. dhe na bëri çuditë se kishim dëgjuar goxha që ankojnë për mamat, për motrat. Ndihem shumë keq. Motrat ishin problemi. Motra tani se dim. Kudo që jeni. Motra, le ta nisim nga motra që kemi në studio, ti motra me që ke një vlla. Si ka qenë marrëdhënia jote me të dashurat e Kristit, për shembull? Tani do ta marr marrëdhënia ime me Kristin, ju e dini unë kam Kristin vllajin tim si shok të ngushtë. Dhe duke hapur këtë temën dhe po lexonim histori që na kanë ardhur,
unë fillova të rimendoj çdo veprim që kam bërë çdo herë kur ka qenë në prani ish e dashura vllajt. Se dole një motor toksike apo? Po tani unë për shembull përqafoj shumë shpesh vllajin dhe nuk e di nëse ajo mund të ketë thënë po këta çfarë marrëdhënie pse përqafojnë kaq shpesh. Por unë e pyeta vllajin dhe ai më tha që ai nuk ka lënë kurrë hapësirë që të bëshin xheloze gocat. Gjithsesi unë nuk jam tipi, ju besoj, duhet ma thonë edhe ju që se ju më njihni. Unë nuk e bëja kur këtë që se e njohun shumë mirë ose unë kam qenë një tip që i bëja shoqe të dashurat e vllajt. E kisha shumë qef. I doja të isha të jam ato si shoqe. Se disa shoqe mund të bëhen. Unë për shembull vllai më është i vogël, e ka një të dashur. Ajo shumë do të them mirë me sa njoh unë, problemi qëndron që edhe shoqja sikur se bën dot. Nuk e di. Do të më kalimin e kohës, mund ta bësh po. Do ta marr, po unë kisha shumë që të dilja taja drek vetëm me atë ose tikja diku për shopping. Unë kam ikur edhe në Kort që kemi bërë një girls trip dhe ka qenë ajo ka qenë do të varet edhe nga lloji, plus ajo është tek vogël, kurse vllai më shumë i madh dhe e dashura ka qenë në një fazë tjetër të jetës. Edhe ata të dy vinin më merrnin mua për shkak kur isha në shkollë edhe ikshim hanin bashk. Kështu që unë mendoj që varet se si ti e ke marrëdhënien me vllain dhe në këtë lloj mënyre të vllai se si e krijon afinitetin tënd me të dashurën. Ka dhe një gjë, se për shembull ne kemi marr anën që gocët na janë ankuar për motrat, po nuk kemi marr asnjëherë anën se ndoshta problemi mund të qenë të gocët që na kanë shkruar se unë si motër, se shoh për shembull që i dashuri më ka një i dashurim, vëllai im. Gjua shkon ku dhëmdhëmbi. Home Alabama. Gjua shkon ku dhëmdhëmbi. Po thoja, nëse vëllai im ka një të dashur që mua nuk më duket okay për të, do hedhi llaf vëlla. Është puna e vllajt tënd dhe ti nuk të ke ku hyn fare. Po kjo është motra madhe. Jo, motra madhe. Unë shoh që vllai im ka një të dashur që nuk është okay për të, nuk e meriton atë, ta them o vëlla. Ndoshta mund të gjë të tjera. Thuash, por a do ta vazhdo të respektosh dashurin e vllajt dhe të rish me ato dhe pse po ti suporton vllajin? Nëse po pëlqen për vllajin tim, unë mendoj që ndonjëherë çunave ju erën syt. Po, dhe kush je ti për t'i thënë vllajt tënd motra e vllajit tim? Motra dhe kedën tënde, ty do të pëlqente dashurës vllajt? Si? Nuk do i flasësh dashurës vllajt se s'pëlqen. Ka një s'pëlqen mua si karakter, më thjesht nuk mendoj që është e duar për vllajin tim për shembull. Nëse do ishte ky rast, kush është po ty për ty e duhura mund të mos jetë asnjëra për vllajin tënd se duket më i miri, më i bukur, më i kulluari. Me anën që është si posesive, që pse është ky me vllajin tim, po nëse nuk është karakter, që posesive. Në karakter më i zonë. Tim nuk mund të ndërhyj dhe mos i flasësh se i bie që ti do largohesh nga vllai jot pse s'pëlqen e dashur. Jo, s'e largohem. Thjesht do ja them që s'mpëlqen, da ditur dhe asaj që s'mpëlqen ti o vlla. Po pse? Po jo, ç'kjo pse? Pra, motra, kemi në studio një motor të madhe që ka një vlla të vogël, edhe kemi dhe një motor që është motor e vogël që ka një vlla të madh. Po ndryshon, pra ndoshta dhe realisht kur lexova ato letra tash problemi janë motrat e mëdha. Dhe ja ku e keni në studio një motor të madhe që është kaq posesive. Po, se dhe motra ime për shembull mendon që ajo, domethënë jo motrat e madhe, motra ime e madhe. Ajo e thot këtë që për shembull mendon që nuk është ndonjë mjaftueshëm, gjithmonë kërkon më shumë se por nuk ndërhyn ose të japi komente dhe t'i thot tjetrës në fytyrë që mua s'më pëlqen ti për vllajin tim etc. Tani të lexoj këtë letër nga lindi ideja për të diskutuar këtë temën. Motra e të fejuarit tim është e fiksuar pas meje, ose më sakt pas nesh. Nuk dua të tingëlloj dramatike, as paranojake, por çdo gjë që më ndodh më bën të mendoj se kjo nuk është normale. Her pas here më ndodhin situata që mundohem mos t'u jap rëndësi, por është e pamundur. Nuk i kam thënë asgjë të fejuarit sepse më duket situatë shumë delikate. Hera e fundit ishte para 2 ditësh kur pas se ai kishte bërë pin chatin ton në WhatsApp dhe mori telefonin e tij dhe bëri dhe chatin e saj pin. Ajo e detyron të bëj gjëra që më shumë i takojnë një prindi ose partneri, por jo një vllai. E thërret atë që ta marrë dhe ta çojë në vende të ndryshme, dhe pse babai i tyre ka makinë dhe mund ta çojë vet atë. Ajo pëlqen çdo foto dhe postim të tij në Instagram, përveç fotove që ai ka me mua. Kur ai flet me mua, ajo xhelozon dhe përpiqet i tërhiq vëmendjen me diçka. Mërzitet shpesh, bën si fëmijë, përkëdhelet, vetëm me qëllimin që të na ndërpres dhe ai të shkojë të rri me të. Ka ditë që ajo sillet si ofenduar gjithkohon sikur ai ka bërë diçka. Dhe ai normalisht lë gjithçka dhe shkon ta qetësoj.
kur dalim diku, ajo nxiton gjithmonë të futet e para në makinë që të më zëri vendin e parë. E gjitha kjo më ka lodhur, sepse unë nuk po garoj për dashurinë e askujt, ndërkohë që ajo po e kthen të gjithën në një garë, dhe unë sinqerisht jam lodhur të garoj me motrën e të dashurit tim. Ishte goca që dërgoi këtë letrën kur ne po flisnim. Sweet Home Alabama në këtë rast. Tani kapini pak me detajet me radhë. Fillojmë pak nga fillimi, lutem. Chati në WhatsApp. Unë nuk do ta kërkoja kurrë që më bëte dikush pinë sepse ka bërë, po për shembull mu Kristim ka ndaj message pinë të parën. Po mirë, shikoj një sekond. Ai të kas është e ty të rëndësishme. Dhe ndoshta më vonë mund të bëj dashurinë e ti pinë. Po jo të kërkosh vetë ti më bëj pinë mua, po. Pse ke bërë atë pinë përpara meje, domethënë nuk e bëja kurrë. Ky është një muhabet dhe të mendosh se unë vazhdova bisedën me këtë gocën dhe motrat ishin në moshë më të madhe. Domethënë ishin goxha më të mëdha se i dashuri. Po, prandaj qëndron. Kjo motra se kishte 2, po kjo ishte më e madhe se i fejuar. Në të rastin që ke merr pak këtë rolin e mamas, sikur është mamaja për vllajin. Nuk është rol mamaja, unë mendoj që thjesht është e obsesionuar edhe ka marrëdhënie, se ajo nuk e trajton vllajin si fëmijë, ajo thjesht e ka me të dashur. Mos ta marrin, mos. Shiko, në marrëdhënie të tilla ku motra është kaq posesive ndaj të vllajt, unë mendoj që patjetër ka gishtë dhe mamaja, sepse është mënyra se si mamaja me çfarë fryme i ka rritur fëmijët dhe motra gjithmonë dhe fëmijët kopjojnë sjelljet e prindërve dhe nëse ti ke një mama në shtëpi që tërkohën të flet keq për të fejuar në vllajt, ti patjetër që do të bësh një nuk mendoj që ka lidhje kjo për të folur në keq, mendoj që sidomos në familjet shqiptare, që janë gjë familje patriarkale, që kanë këtë çunin e shtëpisë, sidomos kur çuni vetëm, e kanë kështu bobo çuni, e mbajnë në pëmë të dorës, si mami, si motrat, dhe gjithmonë tentojnë për shembull që sidomos në familjet që mamaja dhe babai nuk kanë qenë shumë prezent, për shembull kanë qenë në punë, dhe i mëson gjithmonë fëmijët që ndroi afër vllajt, rri afër me vllajin, mos e lër vllajin të rrëzohet, mos u zini. Dhe kanë këtë lidhje emocionale bashkë, kanë qenë që të vegjël bashkë, ndoshta kur rriten krijohet kjo lidhje kështu. Nëse prindi të mëson kufi të shëndetshëm, atëherë ti ditë respektosh kufin e shëndetshëm. Është vështirë në Shqipëri. Prindrit tanë na kanë mësuar kufi të shëndetshëm. Sa mësuar kufi fare. Në Shqipëri nuk na kanë mësuar dhe shumë e vërtet, po në Shqipëri mamat kanë këtë që thot Xhesi që kur kanë një djalë, sidomos, janë sikur kanë perëndin të zbritur në tokë dhe çdo tjetër që i afrohet asaj nuk mund t'i zëri fronin e saj që ka patur ajo. Po, afër djalit të saj. Ai mendon ndoshta edhe që ka ardhur kjo tani edhe po zëvendësohem. A kupton? Ku më ditë se si i duket se çfarë shkon në mend. Për shembull se konceptoj dot fare, por un prap ndoshta mund ta ket Kristi këtë që është më i madh se unë vet nuk e shikoj ashtu. Ka dhe një gjë, e çati WhatsAppit për shembull është pak e çuditshme se ti s'mund të kërkosh dikujt që më bëj ti mua pin, as vllajt as askujt. Po ajo, e makinës like fotove, te fotot që është çift, po te fotot vetëm i bën like, te fotot çift si bën like, ç'do të thënë kjo? Ç'pa lidhje? Kjo qartazi nuk pëlqen të fejuarën dhe këta kanë vite që janë të fejuar. Nuk e pëlqen të fejuarën dhe po tani është idiotik shumë i madh që ti tek fotot që kanë postuar në Instagram ti i bën like vetëm aty ku ai është vetëm. Është kunj, si kunj. Po kunj është. Po kunj është haptazi. Është haptazi, po është. Po mirë kam një pyetje për ju. Po. Në këtë situatë, se unë për shembull jam shumë tip konfrontues, po ju që jeni më shumë, çfarë do nëse ju do ishit kjo goca? Në këtë situatë, a merret dhe flitet me të fejuarin dhe ja shpjegon në këto detaje që na ka ardhur ne si letër, apo mund ta marrësh dhe ta tentosh të flasësh me motrën e të fejuarit edhe t'ia thuash se çfarë mendon dhe se si e ndjen? Ka një problem. Do të thënë kjo varet nga sa vite ke ti me të fejuar. Ne kishte shumë vite. Të fejuar, ata kanë 3 vite të fejuar. 3 vite bashk. Pra është ideja që ti kur njihesh me një çun dhe je në dieni që në fillim fare që ai ka një motër ose 2 motra për shembull, ti gjithmonë tenton që mos të hysh në pjesë atyre. Gjatë që ti e di që ai do motrat e veta. Në çfarë sensi mos të hysh në pjesë? Po sepse për shembull nëse ai e ka marr gjatë gjithë këtyre viteve me makinë atë, dhe nëse për shembull është si puna e Meglin të rast, po marrin Meglin. Për shembull se Kristi vjen merr Meglin, ç'do të thonë që nesër Kristi fejohet, mos vita marrim më me makinë Meglin, jo, absolutisht, po. Po dhe nëse bëhet gjallë e shpesh 2 herë në javë, 3 herë në javë, nuk e di, unë mendoj që prapë mendoj që është sigurt që një si Megli që i njeh shumë mirë limitet e saj, vet vllajt saj do stepej për t'i kërkuar gjëra në të njëjtin frekuencë i kërkonte, po vllai nuk është shërbëtor yt.
Vllai ka jetën e vet. Nëse vllai e gjen të nevojshme, mos të merremi specifikisht. Vllai fejuar edhe ti thosh të marrë nga puna për ditë, s'ka sens. Jo për ditë më, po në sensin që 2 herë në javë të kenë nevojë të marrë. Ka bërë asaj unë nuk do e bënte. Nëse unë do të them vllajt më marrë nga puna dhe kur ai ishi fejuar, unë do t'i them që ne mbasi ai më merr nga puna, ulemi të ham diçka dhe të pim diçka që të flasim. Po jo të vit më marrë. Jo thjesht si nevojë për të të shërbyer. Se ka taksi që qysh zotit sa dush. Ska lidhje, nuk e mendoj kështu, mendoj që një pikë domethënë ai është vllai jot. Edhe ti mund ta bësh nuk di unë më vonë. Gja janë gjëra që nevojitet të gjë kanë ndodhur gjetjes tyre, kanë qenë bashkë gjithmonë. Po, dy herë, po nuk mundesh ai të bashkëtoj me dikë dhe unë t'i them hajde më merr nga puna sepse nuk është ai ka detyrime të tjera. Domethënë ka detyrime të tjera për kundrejt një personi tjetër me cilin po ndaj jetesën. Po, vlla, njëkohësisht do të fejuar. Po, të jesh vlla, unë nuk mendoj që të bën ty ai është vlla, po nuk është babai i Meglit ose babai yt. Është vlla yt, po jo babai yt. Ka gruan shtëpia në këtë pikë, po. Prandaj njerëzit ndërtojnë familjet e veta dhe përgjegjësisht ndahen sepse vlla yt nëse të ka shërbyer deri në sot. Po tani u fejua. Nëse vlla yt do ri Megli, nëse vlla yt, po Megli do krijojë jetën e saj, më Megli do krijojë makinë të vllajt, po nuk mundem unë t'i kërkoj Kristit të më thënë unë mund të më marri nga puna nëse ai është në shtëpi me të fejumen e vet dhe unë t'i them do vish marrësh nga puna. Të prishë ratin e vet tani dhe të shohet se do Megli ta marrë nga puna, se më merr një taksi. Një qëllim aty, nëse unë të them o Krist kam nevojë të takoj, ai dhe më merr nga puna, dalim ham diçka bashkë. Kjo është patjetër do të përgjigjet. Po, do ishte absurde që nëse po nëse ai është në shtëpi po bashkëton edhe unë dhe më merr nga puna më ço në shtëpi. Çuni kur hyn në një lidhje sidomos serioze, mendoj unë që krijon ca kufi në të dyja anët, edhe ke motra, edhe ke e dashura. Nuk i krijon çuni kufit, krijohen nëse ti je njëri mjaftueshëm inteligjent, sidomos emocionalisht, ti arrin të kuptosh që nuk ka nevojë të vendosësh ti kufi. Po ka qenë fati jo që kanë qenë motra shumë të mira të Benardit. Po ka raste kur ka motra të këqija ose të dashur të keqe, dhe duhet të individi që të ndaj çuni, të ndaj kufit mes së dyjave. Benardi për shembull se Benardi me motrën e vet që e ka të vogël, ai gjithë jetën mu ma thënë shtëpis, ti gjithmonë e vogël dhe është syto. Mu Kristi kur i them kam bë, unë bëj them 27 vjeç, nuk thot nuk ka shanse, thot që shkove kaq. Pikërisht. Edhe unë jam shumë e sigurt, është si ato video që shikon që prap e shef me fustan të bardhë, për shembull që çajin ato se ai unë nuk e di çfarë ndjesie është se ju të dyja edhe ti ke motër, ju jeni më të mëdhaja, domethënë motra të mëdha. Unë nuk e di çfarë ndjesie është të shohësh një individ të vogël që rritet, domethënë nuk e konceptoj dot. Dhe Kristi imagjino edhe motra ime më kanë pa avash deri tani. Kështu që mendoj që ajo ndjesia është pak do jetë ajo gjithmonë për kujdes dhe mendoj që nuk konkuron dot njëri me ato sepse është komplet dashuri tjetër, nuk ka të bëj, është gabim nëse ti mendon që mund të konkurosh me këtë lloj dashurie. S'duhet të jetë fare, por jo në këtë stad. Jo në stadin që ajo thot nxiton për të futur në makinë e para që të vëzërit vendin e parë në makinë. Domethënë kjo është e tmerrshme. Kjo është budallëk vërtet. Kjo është e tmerrshme se domethënë për çfarë do të tregosh me këtë se kjo është absolutisht shënjim territori. Ktu jam unë. Dhe ju e qepni. Më pëlqen alter ego Blerës të episod. Jam unë, tu ha vëmendje. Dhe ju e qepni. Domethënë, ose ka një rast, këtu hyn një pyetje tjetër, pastaj për ta bërë situatën pak më spicy. Zëre se kam frikë nga zëmse. Ti motra, ti e motra, Gjesi. Ja, motra. Dhe ti e di që e dashura ti e motra dhe e di që vlla yt po shkon drejt një rruge që do marri të dashurën pak më vonë. Ti hypën në vendin e parë apo hypën mbrapa duke ditur që ajo do vi pak më vonë? Tani, unë do jam mbrapa duke ditur që ajo do vi më vonë dhe të lë çiftin aty. Por për shembull në rastet kur ne kemi qenë dhe vllai im ka marrë dashurën e vet në fillim, pastaj ka më ka marrë mua, ajo është ulur vetëm mbrapa. Dhe unë jam ulur para dhe ai the se je ul. E kupton? Ai the pse je ulur mbrapa, nuk the ndonjë koment apo thjesht apo jo zemër dil ulu para, nuk ka nevojë të ulesh mbrapa. Kjo është e shëndetshmja. Ka kohë. Jo, nuk ka kohë për ta bërë. Po tash ajo vetë ul mbrapa, unë si thash. Qartë. Me tash më vjen shumë mirë që më ka respektuar. Në rast po të problem moment për të falenderuar, faleminderit. Më ka thënë që më pëlqen tripara.
Kush do të tjetër? Të gjithë kemi pëlqimet tona. Kush do të tjetër? Unë kam qef tripara, nuk kam rëndësi kush. Ton të çan vjerë do jetë Xhesi. Jo, zemra, ti do jesh. Ti do jesh një vjerë të mërshme. Ti do jesh një vjerë të mërshme. Ja. Ka gjithë episodet që janë kohët për jetën single, gjunin ti mos e prekni. Si ku do t'ja bëni të një nënë single. Nëse, nëna ka ardhur një letër tjetër, që mua më duk shumë interesante të ndaj me ju. Të falenderoj. Faleminderit shumë. Edhe kur janë të vogla motrat, nëse janë emocionalisht të lidhura me vëllain e tyre, janë problem. Sidomos kur janë në familje jo të shëndetshme, gjithmonë femrat e familjes janë problemi. Kanë një ndjenjë pronësie ndaj vëllait dhe ndaj jetës së tij personale. Nuk njohin as kufi dhe as privatësi. Unë udhtoja shpesh me të dashurin tim, sot burrin dhe babain e fëmijës tim, dhe ato i shkruanin: "Udhëton me botën e jo me ne që jemi familja jote?" Ndërkohë, 4 vite më vonë u fejuan, u martuan dhe çuditërisht tani askujt si plas më për vëllain e tyre të dashur. Dhe kur u bë me fëmijë, vinin në shtëpinë tonë dhe nuk respektonin asnjë kufi që i vendosja për gocën. U bë aq problem se më thonin: "A je sigurt që ke me vëllain ton gocën që nuk na le ta postojmë në Instagram?" Sot burri nuk i flet motrave. Dhe vajza, mbajni mend të. Sa po martoheni me atë që sjell lek në familje, motrat, qoftë më dha, qoftë vogla, gjithmonë ju shohin si konkurrente, sikur i keni marrë vëllain. Ai kthimi nuk më pëlqeu. Jam unë këtu, ju e qepni. Po tash kjo është e tepërt. Domethënë, a ke fëmijë vllain ton? Le ta rimarim pak. Janë të fejuar. Kanë qenë të lidhur, janë të fejuar. Motrat thon, udhëton me botën dhe jo me ne që na ke familje. Kjo vajza me të cilën ky po ndërton familjen është bota, ndërsa këto janë familja. E kuptoni se sa toksike janë familjet shqiptare? Dhe unë prandaj thash Xhesi pak më parë që unë mendoj që kjo vjen nga nëna. Nëse një familje, domethënë nëse motrat e një familje kanë të tilla probleme me të fejuarën partneren e vllajt të tyre, problemi më i madh për mua është nëna, sepse nëse nëna nuk ka ditur t'i rrisi këta fëmijët, kështu do jenë dhe motrat. Ato e dëgjojnë diku se nuk ka shanse motrat të jenë të vogla dhe të kenë të tilla sjellje. Udhëton me botën dhe nuk udhëton me ne. Dhe sa fjali shqiptar që është kjo Kjo është alimami. Nuk ka se si ta di fëmijët e vegjël udhëton me botën dhe nuk udhëton me ne. E kanë dëgjuar patjetër në një darkë ku janë nëna nëna pasive agresive që e thot kështu edhe pastaj nuk flet më, e mbyll gojën. Vetëm do të zgjera ato çafkat. Motrat. Çafkat që në rastin e Xhesit është Xhesi çafka. Jo, nuk flas kështu, nuk jam kaq negative valla. Mirë, se bëra bal tani nuk je dash. Çafka. Po, ajo e fëmijës është e tmerrshme. Wow, jo ishte kulmi. Edhe a ke me vllajin ton fëmijë se ajo pastaj kalon. Po, mua më mërzit fakti që ajo tha tani vllai im nuk i flet me motrave. Si? Është zgjedhja më e mirë. Unë mendoj që ka qenë ai super burr. Bravo qoftë gocë që ke gjet, ajo është super burr. Ai ka zgjedhur familjen e tij në këtë rast. Më bëhet qefi për atë rast, po e di se nuk më pëlqen sepse unë kam menduar gjithmonë që ne si brez nuk do jemi për shembull si babi dhe mami janë që nuk flasin me xhaxhin ton, hallat që kanë këto probleme, flasin me tezet. Dhe kam menduar që ne jemi më ndryshe, pra unë nuk e konceptoj dot për shembull që unë me motrën dhe vllajin tim nesër pas nesër të takohem një herë në vit, siç takohet për shembull mami me vllajin që e kanë në Amerikë. Për këto edhe nuk do doja që se ne e kemi thy këtë, nuk mendoj që po ky rast është pak ekstremist, kemi thyer është vërtet. Në rastin që ty të ndikoj në mirëqenien tënde dhe të familjes tënde, për mua është absolutisht zgjedhja më e mirë. Është zgjedhja më e mirë. Si mund të thuash ti, a ke ti me vllain ton? Dhe për faktin që nuk e linte ta postonte në social media, se ti e di kur ti çfarë problemi ke? Di unë poston se poston. Çfarë shumë dasha keqe. Po të paktën se zakonisht këto që kanë pas luftra kunatar zakonisht i kanë marrë dhe bravo atij çunit që e vërtet është unë e di që para herë son lufta kunatat që ndanin lufta kunat vjerë gjithë muhabetet kështu që janë kunatat thot. Po kunatat i ndanin
për shembull Çiftin, ndanin çiftin. Aha. Që i ndanin nga Në të rast ka fituar Me magjira. Jo, në raste kur për shembull është niveli i fundit kur nuk po të bën më kjo. Jo, Megli ka nëse që çuni ka që shumë ndikuar nga motrat dhe nëna, sa në fund fare ka të ndahet. Këta janë këta molomënat për cilën ne folëm episodin e kaluar që nuk duhet i merrni fare për burra, se një burr që është burr e ndan shapin nga sheqeri dhe i thot nënës ose motrave të veta, vendi yt është këtu, vendi kësaj që un kam në krah është këtu. Ndryshojnë pastaj në rast se marrëdhëniet janë të komplikuara dhe edhe e fejuara ka ndonjë problem që disrespekton familjen tënde, se aty jam dakord unë që të filloni të tërhiqni veshin edhe të fejuarës, por në rastin që fejuara shef hallin e vet dhe ti ke një nën toksike ose motra toksike, për mua ti e kupton kur ajo nuk po sillet si ose më kupton ti që më thon të kesh 3 gra me një mashkull si manipulohet, qoftë nga fejuar, qoftë nga motrat dhe nëna, ai shkret se do të bëj më, nuk ka çfarë bën më pas ngel kështu këtë besoj unë. Jo, është fëmia ime apo jo? Jo, në rast. Në këtë rast. Shiko, në rast të tjera them që është me vërtet që nuk ka kë beson. E di çfarë mendoj unë që një çun që është rritur në një familje të tillë me një frym të tillë, pra me këtë nën në rast të parë dhe me këto motra, padyshim që ty do të shfaqet ca sjellje. Do ketë patjetër një sjellje që ty nuk do të pëlqejë. Ka dhe një gjë me shmame fillim. Dhe nuk ka, se kur është për shembull çun shumë i mirë, por shumë çun i urtë, e kupton që slet shumë mirë me ty, por nuk është tip agresiv që ngres zërin për tetë, e kupton? Dhe ka raste kur shkon ndodh ky sherrri me kunat ose me nënën dhe ky shkon tek ato i do shumë nga njëra, nuk di çfarë thot, në ty do shumë dhe pastaj bëhet për plasja. Po jo, po them unë që ti e ke parë që në fillim në njohje këtë djalin se çfarë sjellje ka që a mund të ngrihet të mbroj ty, po e them në shqip, pra të stand up for you. Nëse do të dali përballë motrave të tij ose nënës së tij. Po nuk ka kë beson në raste të ndryshme, se ka pas plot të raste që nuk ka pasur se këtë zgjedhje ose si të ndaj gjërat probleme. Po në rastin që ty të vrapon motra drejt makinës me vrap tek vendi i parë për të ulur se nuk po do që tulet në vend parë me ty dhe do të lëri nusën mbrapa, qartë as ti e kupton kush është problemi, nuk është motra. Domethënë nuk është nusja, është motra. Ore, çon dhe se vrasë mendja fare, më kush kush para, kush mbrapa. Po jo më se duhet ta po jo më se tani, nëse unë mendoj që nëse partneren tënde e bezdis diçka, ti çdo gjë qoftë do ta marrësh parasysh, jo, prandaj e bashkë. Në rastin kur ti nuk e shpresh akoma që këtë bezdis, ai e merr për të mirëqenë, e kupton? Po pastaj kur shpresh, nuk e mendon dot që domethënë motra të çon dashurën nga karrika tulet mbrapa edhe ulet vetë para. Për shembull, në këtë rastin e letrës që ne lexuam, unë do ta gjykoja shumë keq të çunin nëse për shembull pasi ato kanë thënë a ke fëmijën me vllajin ton se ti nuk po na lë ta postojmë në rrjetet sociale, nëse ai do vazhdon të fliste njësoj. Sepse si dreshin ti mund të thuash njeriu tim, partneri tim me cilin unë po ndaj jetën, a e ke me vllajin tim këtë se s'po na lë ta postojmë të fëmijën. Ato telenovela tine, telenovela tine, a e ke me vllajin ton fëmijën. Sa budallaqe. Jo, jemi të rritur shumë në mënyrë shumë të keqe toksike. Domethënë këto kanë një ndjenjë përkatësie që nuk ju takon, pas nuk me çunat. Po me çunat patjetër se nuk e parti ndonjë vlla të zihet me të dashurën e motrës për vëmendje. Bën shok mundësisht. Bën bravo, bën shok dhe respektojnë shumë njëri tjetrin, ndërsa motrat çunat nuk kanë aq drama, edhe si drama dhe këtë konkurrencë nuk e kanë. Po, se ne nuk e kemi konkurrencën si femra vetëm me motrat e të dashurve. Po, kemi përgjegjësi si femër. Domethënë edhe në punë femra me femrën e ka, sado që është kjo girl kot e kanë gjithmonë dela ajo. Në familjet shqiptare ndodh edhe kjo, që është kjo ndarja e pasurisë dhe kjo partnerja e re e vllajt është ajo që do trashëgoj pasurinë edhe ku diun çka kanë këto, prandaj duhet butalliqe shqiptare, palizje. A keni duhet keni patjetër në fis dikë që është zi për tokë ose për në shtëpi. Imagjino tani siç jemi ne, për shembull, edhe të zihem unë për shembull me vllajën se me motrën për një apartament. Dhe mos t'i flas kështu me vite se s'më dha firmën. Mo e kanë kulturë. Imagjino zonja Eni nuk ma je firmën e apartamentit vllaçkoja. Këto gratë me vërtet, gratë bëjnë këto punë. Jo, këta e kanë aq normale, sa mirë që ma kujtove ti, babim, un jam kaq sa jam, edhe thot me shaka kur do që të bëj kështu ndonjë tip konkurrencë të vogël mes meje dhe motrës, thot sillu mirë se do t'ja kaloj në emër motrës. I'm like, okay, nuk më përbën problem fare kjo, kështu që e kanë kulturë këtë gjë. E kanë pasur që i hy. Pse janë kështu? Po unë këtë prandaj them që ndonjëherë kanë fajin të fejuar ose gratë, se për shembull kur këta janë rritur bashkë ndër vite, dy vëllezër,
dy motra dhe vinë do ndajnë territorit aty sikur çfarë bëhet. Çfarë mendoni se është më keq? A mendoni se është më keq një vllai vetëm që ka motra, apo të jenë dy vëllezër edhe të lidhen me dy femra? Kunatat. Po kjo varet nga njeriu. Varet nga njeriu, varet si ndan gjërat. Mendoni që ka më shumë konkurrencë kur jenë dy nuse në shtëpi, se e ke konkurrencën të gjerë, e ke edhe me pjesëtarët e tjerë familje. Ta them realisht, unë nuk do e kisha fare problem me nusen, domethënë me nusen aty tjetrit, me partnerin aty tjetrit. Halli më i madh është se është brenda familjes, domethënë marrëdhënie shumë të ngushta me motrat, se nuses e injoron edhe si fetare. Motrave çfarë do bësh? Domethënë se asaj tjetrës e injoron, s'njon fit, nuk do ta takosh, nuk e takon, po komplikohet marrëdhënia kur ti janë motrat e partnerit. Po thjesht tani, me që te motrat, ngjelëm te motrat. Ato motrat. Sisters in the jar. Ato motrat. Kemi një lojë të vogël, motër e mirë apo motër e keqe? Qa loje, do shohim qa motër e mirë. Tani që nga këto shembull që dham, ulit e parë në makinë. Absolutisht motër e keqe. Motër e keqe, okay, pa. Dhe motër që s'bën 2 lek, mund ta themi kështu, motër që s'bën 2 lek, ajo që ulet e parë në makinë. Motër e lirë. Kur ajo porosit për të vëllain. Si mund të jetë kjo situata? Ulesh ti në restorant, uleni të tre dhe vjen kamarieri dhe ajo thot, "Çfarë do hash ti?" Unë do ha pasta. Shiko, për vllajin tim do i bësh pa brokoli, sa ai nuk e ha brokolin. Ose për shembull, kur unë dua mish. Mish do ti? Po ti sa mish? Mos merr mish, merr një gjë kështu. Ose për shembull, moj budallaqe. Çifunë tua. 3 pica pikante, vllai nuk e han picën pikante. You bitch. Më ka thënë mami që nuk duhet haj gluten. Mami na ka mësuar pa gjëra pikante dhe miell. Ti nuk e di këtë, nuk e ke mësuar? Poston foto me vëllain që duken se dashuruar, mashkulli i vetëm që më duhet në jetë, me shkrim. Kjo më tingëllon si një shoqja ime që shkruan në fotot me vllain love of my life. Shkruan lo më lëm. Megli njefti? Urdo. E kam patur ndonjëherë për shembull të dashurat problem, të dashurat e Kristit këtë. Që ti shkruan a love of my life në story për vllain. Love of my life. Por mua më ka ndodhur për shembull që më kanë pyetur, kemi qenë te një kështu ekspozit me Kristin, edhe më thot, vjen një gocë dhe më thot, "Ua, thot, je ndarë?" Më tha mua dhe unë jam ndarë, thash unë kam bërë kohë. Tha, po si ka mundësi ta jeni të ndarë, tha, dhe jetoni në të njëjtën shtëpi? Ua, tha, sa europiane. I thash, wow. Qa po thua? Tha, Kristi kush? Kristi është vllai im. Tha, ua, nuk e kam ditur. Mbi emrin nuk i thosh asgjë. Vllai im mua nuk më bën tag kur më hedh në story, se ka qenë që kur ishim më vegjël. Që ishte e vogël që mos ta gatronin motrën. Dhe tani, do me thënë ngatrohet, po që love of my life, po, e di, nuk, nëse ju jeni ndjerë keq të dashura ose femra, ju kërkoj ndjes. Nuk është motër e keqe, kjo është motër e mil. Motër e mil. Me që me Miglin këtu, motër e mirë. Kur motra i bën pyetje të sikletshme të dashurës, për shembull, sa kohë ke qenë ndarë? Ço duhet ty agru? Ço duhet ty kam seru? Varet nga tendenca, sa nëse janë pyetje tendencioze. Ço duhet ty tash pa lidhje? Unë kam bërë të muhabete me dashurin tim, po kam bërë. Jo, nuk janë muhabete që bëhen, e vërtet. E vërtet se nuk e ke shoqë, është partnerja vllajit. Motor që s'bën 2 lek, vazhdojmë. Motor e lirë. Jeni në një darkë familjare dhe ajo të jep telefonin, të thotë, "Do na bësh një foto si familje?" Unë të plas mikrofonin ballit. Ti telefonin, ti thu kamarierit, po i thua asaj, po sa mirë shkoj mendja. Djali, do na kapësh pak një foto si familje, edhe e fut veten aty në të foto, e nuk e qit. Me vdekje. Jam këtu si ishte? Jam unë këtu? Jeti aty? Ju e qepni. Por si pak nasin me ato, me të reshën mos ka gjë. Sa ndodhi me alter ego? Pse u bë? Lushnja. Jam këtu. Ja. Kur ajo futet me syush në foto, le qikun ata kokën kështu. Varet. Nuk ka varet fare, pse duhet futet në foton mes? Mese varet. Nuk varet, po nëse po bën foto dhe thjesht afrohet, kështu që do me dal. Varet. Shiko, jo, ka një gjë. Limitet.
Duhet të dinë shumë limit. Jo, nis nga fotoja gjëja, po nëse ajo ka tendencën që të fusi ty kokën çikse, kur ti je duke bërë një foto dyshe, që ajo shikon që ti po bën një foto dyshe, ka tendencë që tregon shumë për atë. Nëse mendoj kështu sepse mund ta kem bë dhe nuk kam pas lloj tendence, kështu që nisem nga vetja. O ti je njëri shumë i mirë Zera, mos u nis nga vetja. Bota nëse do kishte gjithë njerëzit si ty, nuk do kishte vrasje, nuk do kishte. Do ishim kështu njerëz që ishin zbathur për lëndim. Do kishte vetëm flutura me shumë ngjyra në një lëndim të gjelbërt me një portokale. Ste portokale. E ndjej që do të çonë me portokale tamashava. Jo. Kur ju bashkëtonit, ajo vjen tek ju pa lajmëruar. Si lloj ardhje në shtëpi pa lajmëruar. Kjo vjen për të gjithë njerëzit mendoj. Domethënë, në 2025-ën, nëse ti më vjen në shtëpi pa lajmëruar, kam të drejtën të mos ta hap derën, domethënë. Jo, po më pëlqeu kjo. Jo, realisht më pëlqeu. Mami im për shembull thosë më përpara që rregullojmë shtëpi sa vin njerëzit pa lajmëruar. Absolutisht ta hap derën, fare zero. Jo, unë mendoj që kjo gjë ka ndryshuar pak, por është akoma te breza çik më të rritur. Po nëse ai realisht vjen në shtëpi pa ftuar, nuk e pres. Kjo për këdo si mund të shkruaj pa di çon një mesazh ai lira të kaloj. Ne merr xhot me kamerën për të treguar për ditën e saj. Kjo është të merret, kjo është shtëpi fort dhe kjo është the biggest ick që mund të kesh. Është vërtet. Çdo natë me kamerë çdo natë, unë përtoj të gjej voice flet me partnerin dhe ti je shtri, edhe ai o botra ime, edhe ti je kështu, domethënë edhe në ora 1 të natës ai tregon ta diun çdo gjëje në krevat. E tmerrshme. Çdo natë bën një shtri. Motor e keqe. Motor e keqe. Kjo është motor që duhet ekzistojë. Nëse keni dhe njëri një motor të tillë, e fundit. Lajmëroni. E fundit. Flet me nostalgji për ishat e vëllait. Oh, Perëndi. Kjo vërtet. Motor e keqe, është çdo motor e keqe. Jo, kanë dy motra. Kjo vërtet nuk dua që ti të jesh me vllajin tim të urrej. Qartë asgjë. Kjo domethënë. Po, kjo gjithashtu vërtet edhe unë më pëlqen më shumë ajo para teje. Po, domethënë. Ajo tjetra ishte kështu, ajo tjetra i bënte vllai tim këtë. Ti bëft të gropën, ti bëft. Ti bëft grëpa, ti bëft. Po unë nuk e kuptoj pse nëse ka qenë thjesht e dashur duhet të takuar motrat e partnerit tim. Problemi i parë, po. Që ka çuar motrat. Çafk në shtëpi, po nejse. O Perëni kam aq momente po i them fare se do të thonë. Imagjino sa flamur i kuq duhet të jetë një djalë që ka çuar gjithë dashurat në shtëpi. Gjithë dashurat. Mund të ketë çuar 4 dashura në shtëpi. Po jo në shtëpi, thjesht varet si e ka marrë me motrën. Ja, shefa e ka prezantuar Krisi të gjitha asaj, prandaj bën kështu. Vllai im nuk është një tip që ka pas lidhje që ka pas shumë të sakta dhe nuk kanë qenë të shumta. Po ideja është që nëse ti e ke motrën si shoqe dhe keni një grup shoqëror, mund të qelloj, nuk është ta çosh në shtëpi. Përpara se ne ta mbyllim, un kam një pyetje të fundit. Ku është limiti i shëndetshëm i të paturit një marrëdhënie të ngushtë me motrën? S'do ta themi me veprime, si? Jo, ku është, më thënë, kjo vlen për ju të dyja se ju jeni motra të një vllai. Më thënë, ku është ai limiti që ti e kupton që është i shëndetshëm për të patur një raport të ngushtë me vllain tënd, po deri në atë pikë sa ti nuk bëhesh posesive dhe shumë kontrolluese për jetën e tij. Për shembull, nëse unë isha që ta zgjidhja nuk ndërhy fare, nuk duhet ndërhy, ta zgjidhni vet. Nuk po pëlqen ndërhy. Edhe nëse më kërkon mendim, do ndërhyja vetëm nëse më kërkon ajo mendim. Po nëse vllai im jo nuk ndërhyja. Po nëse e dëgjon atë të flasi keq, ti flasi keq vllait tënd në momentin që janë duke u zënë. Pse di? Po mendoj që vllai mund të bëjë ndonjë gjë për ta merituar. Nuk e di, varet nga situata. Unë mendoj që duhet respektuar, domethënë secili ka gjërat e veta dhe mendoj që ka një lloj limiti, është ai lloj limiti dhe ti për shembull e zgjedh se çfarë do të flasësh. Pra kam nevojë të flas për këtë. Unë për shembull nuk e pyes Kristin, më thuaj se çfarë po ndodh. Vjen ai thotë për shembull dua të flas për këtë temën, nëse ka dëshirë. Mendoj që këtë kërkon opinion lidhur me sjelljet e gotave që ka vërdall? Kristi nuk është shumë tip që shprehet, por në një moment thjesht mund ta thotë si muhabet dhe pastaj është kështu. Ka një pauzë edhe më shef mua kam një reagim. Nëse unë nuk bëj ndonjë mimik, se jam njëri ekspresiv, thotë çam si duket, për shkak të shefti. Jemi një familje shumë e mbyllur, emocionalisht. Ai sa ti e the jenë të mbyllur, unë mendoj që jeni shumë perëndimor. Me vërtet.
E vërtet. Në një anë Dhe portokallet si familje. Dhe unë mendoj që Kristi, se nuk e dim statusin e Kristit, po pas këtij episodi do t'i rriten aq shumë kërkesat me një motër se ka. Tek motrave. Ati të Xhesit nuk e dim çfarë do i ndodhi pasi pansi foli Xhesi. Po ja do të portokallet me orën Xhejt bajtiza. Tela në një portokalle. Unë jam shumë e lumtur. Jo, nuk jam shumë e lumtur, edhe një herë. Ndaj Blerta si je. Xhesi prije këtë, Xhesi prije. Shumë e bukur. Unë për vete nuk jam shumë e lumtur se do doja të isha motra e një vllai, se do isha mendoj që do isha kunata perfekte. Motra Blertës. Kështu thon gjitha. Jo, Për zotin, realisht, mendoj që do isha kunata perfekte për të dashurin e vllait. Isha pak e ftohtë në fillim, po jam robi mirë kështu në fund ditës. Dhe nga ana tjetër jam shumë fatlume se duhet ta them për motrat e Benardit, se kur lexova historinë realisht, domethënë s'kan lidhje. Me fat. Dita me natën, me ato që kisha guys, do i bëjmë tash? Cheers për Benardit. Mbyllim tani, kemi ndonjë gjë për të verifikuar se episodi i kaluar apo? Jo, kemi një cheers për të gjithë motrat e mira. Për të gjithë motrat e mira. Edhe për ju motrat e lira. E dini ju. Goca, i lutem mos harroni të na dërgoni subscribe. Okej. Po, të bëni subscribe patjetër, po mos harroni të na dërgoni historitë tuaja çdo ditë në DM-in e Pamanualit tek Pamanual Bajandale në Instagram ose te Instagramet tona personale sa ne ja keni marrë dorën. Kështu që na shkruani. Liza ime fundit e trurit. Çfarë është duke bërë? Gës e u rritën klikimet, në shkuan 200.000 gës. Shihemi në episodin e radhës. Good night. Bye. Ándale.